Edi shprehet hapur para Elionës gjatë një bisede më të qetë në obor, duke treguar se sa shumë e ndjen mungesën e Dolces që prej largimit të saj nga shtëpia. Ai ulet pranë Elionës me një frymëmarrje të rënduar dhe i tregon se mendimet e tij janë vetëm tek ajo. Edi thot se shtëpia nuk është më e njëjta pa praninë e Dolces dhe se çdo qoshe i kujton momentet që kanë kaluar bashkë, teksa flet, Edi duket i prekur emocionalisht. Ai i rrëfen Elionës se nuk e kishte imagjinuar që do ta ndikonte kaq shumë largimi i saj. Ai shton se ndjesja e boshllokut i rri mbi supe dhe se çdo mëngjes zgjohet me shpresën që dikush do t'i thotë se Dolce mund të kthehet. Edi i pranon Elionës se nuk e di nëse mund të vazhdoj lojën i vetëm, pa Dolcen në krah. Ai shprehet se lidhja dhe afërsia që kishte krijuar me të e kanë bërë të varur emocionalisht nga prania e saj. Nuk e di a do mundem pa të, thot ai me një zë të ulët, duke treguar qartë se sa thellë e ka prekur kjo situatë. Eliona e dëgjon me vëmendje dhe e kupton se sa i sinqert është në fjalët e tij. Ajo përpiqet ta qetësojë dhe t'i jap kuraj, por Edi duket ende i menduar, sikur çdo fjalë që thotë nxjerr edhe më shumë në pa dhimbjen e mungesës së Dolces. Në atë moment, bëhet e qartë se për Edin kjo nuk është thjesht lojë për të. Lidhja me Dolcen është bërë diçka më e thellë, dhe mungesa e saj po e bën të vihet në pikpyetje nëse do të mund të vazhdojë dot deri në fund.